113 vjetori i pavarësisë së vendit është përkujtuar ashtu si çdo vit në Katedralen Ngjallja e Krishtit në qytetin e Korçës, ku mitropoliti, hirësia e tij Mzot Anastasi, ka mbajtur doksologjinë e flamurit, së bashku me të gjithë klerikët e qytetit. Në fjalën e tij drejtuar autoriteteve vendore dhe besimtarëve të pranishëm, mitropoliti i Korçës, Mzot Anastasi, kujtoi e vlerësoi të gjithë ata që kanë rënë për fe dhe për atë dhe. Doja të uroja Zoti e bekoft Shqipërinë, i kujtoft të gjithë ata që ranë për fe dhe për atë dhe kontribuan për këtë ditë, edhe të ruaj vendin tonë të pavarur deri në fundin e jetëve. Amin. Gëzuar për shumë vjet. Kjo meshë në Korçë është traditë që nga viti 1920, ku për herë të parë një nga personalitetet e shquara, siç ka qenë Fan Stylianoli, në cilësinë e klerikut, mbajti në Katedralen e Shën Gjergjit meshën e parë të ditës së flamurit për të përcjellë mesazhin se mbi fenë dhe shqiptarët është kombi, duke bërë thirrje për bashkimin e shqiptarëve për çështjen e kombit.